Oj, Fatime, hajde bia ime, eja. Ullu këtu. Pra, a e din bia ime se të kam thirrë? Po baba, me ke premtuar që të më tregosh për jetën e Përgamirit. Ashtu është bia ime. Zjarin moti e kam ndezë. Në këtë natë dimri, nuk do të kesh ftoft. Unë do të nisi jetën e Pejgamberit ku ka lindur. Ai ka lindur në Gadishullin arabik. A e diti që është Gadishulli? Jo, baba. Gadishulli rrethohet 3 anë me ujë dhe 1 anë me tokë. Në Gadishullin arabik, pra, kanali i Suezit e ndan prej Afrikës veriore. Pjesa tjetër e tokës është plot shkambi, gur, rër, luginat të tëra me rër. Mirë po, aty këtu bia ime ka dhe lumej, ka dhe fusha pjellore, në të cilat arabet mbjellin grurin, elbin, aty kultivohen hurmat. Hurmat e Arabis janë shumë të njohtura. Kjo Arabin e ka sundu mbreti Saud, prandaj edhe quhet Arabia Saudite. Në Arabi, përveç elbit, grurit, hurmave, rrushit bëhet në krajinën e Jemenit edhe kafeja. Kafeja është një ndër kafet më të njohtura në botë. Prandaj përmendet vazhdimisht kafeja e Jemenit. Në Arabi, do të thonë, ka edhe thesare të tjera që njohtura, sidomos nxjerrët naft me shumicë, e cila shpërndahet nëpër thuja nëpër gjithë botën. Arabët e vjetër, do të thotë, po edhe tash, mas shumti i kanë përdorur devet. Sepse devet mund të qëndrojnë shumë pa ujë. Me ditë të tëra, me javë të tëra mund të qëndrojnë pa ujë, kështu që autorë të ndryshëm që kanë vizituar Arabin, devet i kanë quajtur anija e Saharës. Pra, devja shërben për t'i ngarkuar me plaçka për tregti, shërben natyrisht për të udhëtuar me ditë të tëra prej një krajine në krajinën tjetër. Kështu që Arabët, domethënë, kanë përdorë vazhdimisht devet, të cilat përdoren edhe sot e kësaj dite, dhe Arabët natyrisht se devet përveç që i përdorin për të udhëtuar, i përdorin edhe për mishin, se mishi i tyre është shumë i mirë. Qumshti, pastaj leshi, me leshin e devet, domethënë, banë rroba shumë buta, shumë mira dhe të qëndrueshme. Të gjitha këto të mira që i marrin nga devja, do të thotë, prandaj ata i duan devet. Mirë po, Arabët përveç deveve kanë, do të thotë, një dëshirë të madhe të kenë edhe kuaj. Kuajt Arab janë pak të vegjël, por janë shumë të shpejt. Edhe sot në botë njihen, do të thotë, për vrapimet e tyre, domethënë, edhe njerëzit, do të thotë, edhe me kuaj bëhet tregtia. Njeriu që shet kalin e tij, një arabi tjetër, duhet të di për gjenezën e tij, duhet të di kë ka pasur prind, sepse ai që e blen i dëshiron të di këto dhëna, prandaj e blen.
Do thotë kjo është një pjesë e Arabisë që vazhdimisht arabët pra merren edhe me bujqësi, edhe me tregti, edhe me kultivimin e pemëve dhe përimeve ku është toka ma pjellore. Krahinat janë të ndryshme pra me lugina, me lumej, me tokë pjellore. Mirë po një krahinë e njohur i ka 2 qytete me rëndësi, të cilat duhet t'i dinë edhe trit, edhe trejat, edhe pra njëri qytet është Meka. Në Mekë gjendet edhe Qabja. Mendohet se Qabën e ka ndërtuar profeti Ibrahim me djalin e tij Ismailin. Qabja është në formë katrore. Në vitet e vjetra atëherë mrena në Qabë arabët nuk kanë qenë musliman. Ata kanë qenë idhujtar, kanë ndërtuar mrena në Qabë idhuj të ndryshëm, kanë marruar prej drurit, prej argjilis, edhe do të thotë ju kanë lut perëndive të ndryshme, sepse dikush ka besuar tokën, dikush ka besuar qiellin, dikush diellin, dikush hënën, do të thotë varësisht prej fisëve, secili fis e ka pas një simbol vetin të cilin e ka adhuruar. Pra, kjo ishte Meka, edhe në Mekë zakonisht edhe atëherë në kohët e vjetra është bërë haxhillaku. Njerëzit kanë shkuar haxhi, sot njihet se cili musliman i pasur në gjatë jetës së tij është mirë të vizitoj një herë Qabën, dhe është në muajin e caktuar në kohën e Bajram Kurbanit. Atëherë prehen kurbanat edhe atëherë do thotë fitohet haxhillaku. Do thotë kur shkon në haxhi e merr emrin para emrit, nëse ka emrin Hasan, do thotë e merr para emrit Hasan, thirret Haxhi Hasan. Të gjitha ata njerëz që vizitojnë Mekën, e vizitojnë edhe Medinën. Medina po ashtu njihet si kryeqytet i muslimanëve, se aty pejgamberi ka jetuar për 1010 vjet. Në Medinë pra është ndër xhamitë e para, ka qenë i kthyme njeriu kur ka bërë lutje dhe ka bërë namaz, është kthyer ka Mesjid Aksa. Mirë po ma vonë ka zbritur një ajet e pejgamberit, edhe ka thonë se duhet të kthesh nga Mekka, se atje është Qabja. Pra secili musliman sot, edhe prej këtu, edhe atje, do më thonë, kthehemi drejt Qabës, edhe bëhet namazë dua drejt Qabës. Në fiset arabe ka qenë, do të thotë, kanë qenë vërtet, kanë bërë lufta me njëri tjetrin, fiset e kanë vrarë njëri tjetrin, ai që ka vrarë tjetrin është quajt hero. Edhe plesht atëherë dhe trit edhe sidomos e kanë pas shumë gra për cilat edhe shumë nuk janë kujdes. Po, nëse ka vdek plaku, atëherë i biri ka të rishiguar të gjitha ato gra. Pa ju dhënë pjesët e vetat e pasurisë që kanë trashëguar prej babait. Kështu që megjithatë ka qenë kjo pjesë vërtet me botkuptime të ndryshme. Pra,
Këtu po e mbyllim son të tregimin, edhe nesër vazhdojmë me arabet. Fletorën mund t'a lësh aty dhe mund t'a marrësh me vete, mirë po, tani shko fli, pusho. Besoj se i ketë qarta shumicën e fjalëve që ti kam thënë. Mund të shkosh, bia im. Natën e mirë. Natën e mirë, baba.